Bullgaria shpreh shqetësim për devijimet e Shkupit nga konsensusi evropian I vitit 2022. Me këtë titull, Ministria Bullgare e Punëve të Jashtme reagoi ndaj deklaratës së djeshme të kryeministrit Hristijan Mickoski, I cili tha se Bullgarisë I pengon fakti që plani I veprimit për pakicat I dërguar nga Maqedonia në Sofje është në gjuhën maqedonase. Në reagimin e publikuar mbrëm në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare, thuhet se çështja se në çfarë gjuhe duhet të jetë plani për të drejtat e komuniteteve që pritet nga Maqedonia e Veriut është një çështje e brendshme e vendit fqinj dhe nuk është temë e marrëdhënieve dypalshe. Shtojnë se plani për të drejtat e komuniteteve është një hap që duhet të ndiqet pas përfshirjes së bullgarëve në kushtetutën e RMV-s, gjë që ende mbetet për të bërë dhe që do t'i mundësojë Maqedonisë së Veriut të hap negociatat për antarësim. Republika e Bullgarisë vëren me shqetësim tezat e fundit të autoriteteve në Shkup, të cilat devijojnë ndjeshëm nga thelbi I konsensusit evropian të vitit 2022. Dokumenti do të zbatohet nga institucionet e saj ndaj qytetarëve të vet dhe është logjike që ai të jetë në një gjuhë të kuptueshme për ta. Zgjedhja e Shkupit për ta paraqitur draftin e këtij plani qytetarëve të saj në anglisht është e vështirë të shpjegohet, veçanërisht nëse plani synon të zbatohet vërtet. Ndaj kësaj reagoi Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, nga ku thonë se draft plani I veprimit për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të komuniteteve është përgatitur në gjuhën maqedonase dhe angleze nga ekspert vendas dhe ndërkombëtar në konsultim të ngushtë me Këshillin e Europës dhe Komisionin Evropian. Dokumenti përmban masa të qarta, afate dhe institucione përgjegjëse dhe është plotësisht I harmonizuar me standardet më të larta europiane. Nga ana e Këshillit të Evropës dhe Komisionit Evropian u theksua se dokumenti I përfshin të gjitha standardet relevante europiane dhe ndërkombëtare. Është shqetësues fakti se në vend që të përshëndetet si një hap konstruktiv përpara, dokumenti bëhet subjekt I komenteve abstrakte dhe të pabazuar nga ana e Bullgarisë, të cilat nuk kontribuojnë në ndërtimin e besimit dhe mirëbesimit ndërmjet dy shteteve. Në vend të komenteve të paargumentuara, nga fqinjet tanë presim sjellje europiane, përfshirë ndër të tjera respektin e plot dhe njohjen e gjuhës maqedonase. Reagimi I Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare vjen pas deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski, I cili të dielën theksoi se plani I veprimit ishte përfunduar disa muaj më parë me përfshirjen e një eksperti europian, por se Sofja e kishte refuzuar. Sipas tij, plani ishte në gjuhën maqedonase, gjë që Bullgarisë I pengon, por Mickoski tha se I vjen keq për këtë, por gjuhë tjetër nuk ka.